Shqiptaria përballë sheriatit harem të Vlenit. Distancohem nga grupi i Bilal Kasomit, kryetorit muslimanëve të Tokës, dhe manipulimit që e kanë bërë me të rinjët që kanë shku para zyrës dhe selisë së Bashkimit Demokratik. Gjoja me protestu për disa përgjime që kanë qenë dhe janë dhe do të jenë gjoja se vetëm BDI-ja qenë ka shtëpia haremit. Me marrë me këshirë kënejtën e këtyre të Vlenit, haremet e tyre janë shumë më të mëdha. Ata që kanë shku para selisë të BDI-s. Ajo ka qenë një tendencë shumë e keqe e muslimanëve të Bilal Kasomit kundër një partisë, që vetë Bilal Kasomi ka qenë kandidat për deputet në 2006. Nuk ka qenë Tim Shkupi dhe shqiptarët si Tim Shkupi, as në njërën parti, as në tjetër. Me çfarë guximi kanë marrë gjihadistat e Bilal Kasomit me shku te zyrja e BDI-s, me çfarë bindje që le di se va kanë dhonë, nashta i kanë mashtru me pak pore, ajo është nxitje ta akuzojsh BDI-n për haremet ti i ke institucionalizu, ti beson në haremin e sultanit. Ai që ja dha 402 vota, kryqit, darkës në butel, ai e ka pjesë besimit, ju e keni pjesë besimit martesën me 2, me 3, me 4, ju e keni pjesë besimit haremin. Pse ju vjeni noti? Nuk po thamë që ato të BDI-s kanë qenë lule, me ju morë erë gjithve, se shumica sot që e bojnë këtë loj janë njerëzit haremeve që janë në anën tjetër. Po a ka diçka shqiptaria të përbashkët me këto njerëz? Kur gjon hiç. Pra, nëse flasmi për ligje dhe kushtetut, shqiptarët janë të ndjekër të persekutuar tani me gjihadistat e Bilal Kasomit, kryetorit të sapo zgjedhur të Tetovës. Ai 4 vjet nuk e ka festu vitin e ri duke tregu veten që është musliman i përpikt i sheriatit islamik. Kjo është e vërteta. Bilal Kasomi e ka ligj me i bon haremet në Tetovë. Ligje ka se e beson në kushtetut Maqedonisë i ndalohet, por ai për momentin i ka dur të zgjidh me institucionalizu haremet në Tetovë. A është e mundshme kjo që ka thot Tim Shkupi? Po është e mundshme. Unë i kam 59 vjet. Tetova gjithnjë ka pas trima dhe burra, ka pas shqiptar me themel Tetovë. Dhe kjo Tetovë që jo sot, që e kanë në përkëmb kopilat e sultanit, është luftë kundër shqiptarisë të Tetovës, kundër shqiptarisë të Pollogët, jo kundër Ali Ahmetit, jo kundër BDI-s. Keni qartë jo. Me Kur'an, me qenë dëshmitar, dush me qenë pjesë e ngjarjes. Qysh? Ua kanë tregu hoxhallarët e kombit musliman. Ju me thashe thëme, me përgjime, me pordhat ftofta. Me dal, me shku të zyrja një subjekti politik, që për 22 vjet, ku shumica për juve, Ali Ahmetit i keni thonë bobë, është turp, mund kishar turp, me bëhat punë. Jo kjo, me ndoni se keni me mbet, pa ndërshku, gabim e keni. Ndërshkimin keni me morë nga vetë natyra. Nga vetë natyra se keni prejk atje ku nuk ban me prejk. A keni fitu? Po. Së të më interesu me kënë ke fitu kusht i ka dhënë votën. Ke fitu. Me kënë di koalicion, mas pak të unë jam një nga ata, të të folë për politikë, më thonë, nuk ja vlen barra qiran me bo parti politike në Maqedoni. As shumica se
nuk ka nevoj me bo parti politike, ka nevoj ose kiqët të VMRO-ja, ose kiqët të LSDM-ja. Kjo ka qenë lufta, beteja ime, ideore me njerëzit që kanë parti, to se nuk janë gjërat definume, kot që baj parti, kot që fitoj, kur agaj që që bën Ali Ahmeti e thirë kanë dojnë qeveri. Tani pse ato kanë dollë besprejmë, si dhe mos VMRO-ja, është diçka tjetër. A ndryshon situata mund ndryshoj. Mirë po, ta përdoni ndjenjën e besimit njerëz, me të pavërtetat, është vepër e rëndë penale që dënimi vjen prej vetë natyrës për juve, jo nga shteti. Nëse keni vendosat Jovanovskin me bon Sultan Korçov, jo që shkoni nga për xhamia, se ai Fatmir Dahori, që e humbi beten, unë nuk më qenë me ta asnjëherë, unë e keni dokumentaret e mia, parada anti-shqiptare e Fatmir Dahorit me Hoxhallarën Korçov. Unë asnjëherë nuk më thonë që Korçova është qytet shqiptar. Në Korçov më thonë jetojnë vllehët, jetojnë Maqedonët, shqiptarët, turqit tash kanë zonë dhe atje me çukryje. Kjo është e vërteta. Mirë po, ti që e ki shpirt haremi, ti që e ki shpirt sultani, ti që e ndërrën për Turqien dhe fene turkut, arroje vëlla shqiptarin dhe në rahat neve, mos u merr me shqiptarët. Nuk guxon të ta përdorish flamurin shqiptar, kena më ta ndalu. Unë kam e bë kërkes legjitime, në thana antë, Bekim Salim mos me përdor flamurin shqiptar në qeverinë e Maqedonisë. Unë kam e kërku të kriministri i Maqedonisë, Mickovski, me vëndu flamurin e shtetit Maqedonisë në çdo minare xhamis. Në çdo minare xhamis.